Mirë se erdhët në këtë hapësirë me doktor Shkëlqim Balini, doktor shumë i dashur për gjithë ju. Do të diskutojmë disa tematika, kështu që ja vlen të na ndiqni deri në fund të programit. Fillimisht do ta përshëndes dhe do t'ju uroj mirëseardhjen. Kënaqësi që ju kam këtu. Dhe unë juve shumë. Faleminderit. Ju përshëndes dhe ju falenderoj. Dhe sinqerisht jam i lumtur që jam në këtë studio me juve. Edhe neve kënaqësi e madhe t'ju kemi. Për informacionet, këshilla që ju jepni në eksperiencën mbi 45 vjeçare, më herët kemi zhvilluar edhe një profil tuaj në këtë studio. Kësaj radhe ju kemi ftuar për të diskutuar për një tematik që shpeshherë është njohur edhe si rrethprerja apo synetëllia e meshkujve, që është më tepër një procedurë e hershme që mbahet më tepër debate të shumta, ka shfaqur debate të shumta, sepse ka familje që e praktikojnë, edhe si debatet mund të jenë debate fetare, etike, seksuale, apo shkencore, apo mjekësore. Çfarë ndodh pra në trupin gjatë kësaj procedure, në trupin e një fëmije mashkull, a ka avantazhe, disavantazhe, pse ndodh, a e pranoni ju, pse disa familje nuk pranojnë, disa pranojnë të bëjnë në synetëllikun e fëmijës së tyre. Kështu i referojmë me këtë term, apo jo, doktor? Po, ka shumë mendime, ka shumë dëshira, ka shumë diskutime për këtë punë. Unë, për shembull, shumë kohë përpara, me shumë kohë përpara, që kur kam qenë shumë i ri, nuk kam qenë dakord me këtë problem, dhe e kam quajtur si një gjendje që imponohesh nga të tjerët, dhe të gjithë djemët që ishin në një moshë mbi 3 vjeça, 4 vjeça, 5 vjeç, duhet të fushesh në një stres të madh fizik dhe të bëhesh një ndërhyrje e cila në atë kohë ka qenë edhe shumë traumatike, ka qenë me njerëz të pa specializuar, me njerëz jo me profesionalizëm. Unë kam parë, kam në eksperiencën time dhe kam mjekuar shumë fëmijë të cilët kishin inflamacion mbas ndërhyrjeve, kishin ajnte, kishin dhimbje, kishin probleme, dhe kjo natyrisht me sa di unë, se unë ju kam specialist i kësaj, por me sa di unë, kjo është bërë më tepër ke feja muslimane. Dhe unë po ju them që nuk e di sa milion katolik apo ortodoks që janë në botë, në planet, dhe që nuk e kryen këtë në mënyrë kështu fetare. Ajo që dua t'ju them... Por jo vetëm, ka dhe familje që edhe pse nuk i përkasin ajo që unë ka mendimin është kjo, që kjo është një mënyrë e cila është aktuale, e cila është shkencore, dhe e cila është shumë e domosdoshme në rastet medikale. Do me thënë, në të gjitha infeksionet, në të gjitha proceset e inflamacionit ku quhet fimoz, ku ajo pjesa e përpashme e penisit tek fëmijët e vegjël është e ngushtë, nuk hapet, ose sëmuret, ose krijon infeksion, ose krijon ngjitje, ose krijon aderencë, ose qelbëzime, atëherë menjëherë dhe sa më shpejt duhet konsultohet me mjekun kirurg pediatër dhe duhet bërë patjetër ndërhyrja. E para, e dyta, ka rëndësi të madhe dhe në disa probleme tjera ku ka një keqformim shpesh të meshkujt që quhet hipospadia apo epispadia, që janë kur kanali i urinës dhe i spermës nuk del tamam në kanalin që ka normalisht penisi, po del më poshtë, dhe kjo ndonjëherë bëhet shkak që ka infertilitet, nuk lindi dot. Dhe urina del më poshtë. Dhe këto duhen korrigjuar. Pra këto janë faktorët që i çojnë disa mjekë dhe familje të dhe unë po them që në kontekstin dhe në logjikën medikale dhe në kuptimin medikal, prindërimi, jo vetëm që ka një detyrë shumë të madhe në drejtim të edukimit, në drejtim të seksit, po në drejtim të organet, të njohjes organeve, dhe në drejtim të emërtimit të organeve, që nga mosha 3 vjeç. Që nga mosha 2-3 vjeç fillon. Dhe nëna dhe babai duhet patjetër të kontrollojnë si janë organet, se unë kam një histori për shumë të tillë, që ka lindur fëmia, disa i kryejnë këto procedura që sa lindin. Po ka lindur djali dhe mamaja nuk e ka parë asnjëherë dhe kur e lante, dhe për çudi të çudive, u pa që ky djalë 16 vjeç nuk ishte teste.
kishin ngellur testet brenda, nuk ishte zbritur poshtë. Kjo ishte papranueshme, sepse testet duhet të zbresin gjatë jetës intrauterine, nëpërmjet kanalit inguinal. Dhe nëse këto nuk zbresin, bëhen kancer. Kështu që ajo, deri djalin e vetë që e lante nuk shikonte e kishte testet apo jo. Kjo është një kujdes, dhe ky kujdes duhet parë gjithmonë. Tek fëmijët që mezi urinojnë, që fëmijët që mezi rrjedhja urinës ka të bëjë shumë, sepse ai prepuciumi ose ajo lafsha e penisit, ajo shpeshherë qëndron e mbyllur, mban dhe sekrecione, mban dhe infeksione, dhe në çdo hapje shumë e dhimbshme, është e skuqur, e irrituar, dhe urina vetë tiu ka një ndjejë djegësie, i jep një ndjegësi. Dhe në këto raste prindi patjetër duhet të interesohet dhe duhet të shkojë me herë, dhe ka raste që këto kërkojnë atë që në cirkumcizë. Përveç aspektit fetar, heqja qartë, përveç aspektit dhe kuptimit, debatit fetar që i bëhet kësaj teme. Në kuptimin fetar, në aspektin mjekësor, ka avantazhe një mashkull që ka bërë të procedurë nga një tjetër që nuk e ka bërë? Në aspektin shkencor, përfitimet, avantazhe? Në aspektin mjekësor, në të gjitha rastet që mendohet që nuk ka një gjendje normale këtij organi seksual, me njëherë duhet shkuar te mjeku. Dhe me njëherë tek mjeku specialist për të parë se si është problemi. Sepse këtu ka një gjë, në përgjithësi, ajo që ekziston është infeksioni. Ajo që ekziston është kur vetë mukoza mund të ketë edhe keqformime nga lindja, por gjithsesi thash, në një gjendje kur ky organ seksual, si gjithë organet e tjera të trupit, nuk është fiziologjikisht normal, atëherë patjetër duhet të bëhet një konsult më herë. Në rritje e sipër pastaj në raportet seksuale ka më tepër benefite këta persona? Mandej ka dhe njerëz, unë njoh njerëz që më kanë ardhur, që kanë pasur shqetësime dhe nga turpi dhe nga sedra e kanë duruar dhe kanë bërë këtë operacion në moshën 30 vjeç, 32 vjeç. Që ndërkohë rekomandohet në moshë sa më të vogël, për gjitha ato pastoret. Po, për gjitha këto do shikohet. Pra, synetliku që i thonë është i dobosdoshëm në të gjitha komponentët e logjikës medikale dhe që kërkon patjetër që ky njeri të ruaj funksionin fiziologjik. Unë kam bërë dhe ne japim shumë rëndësi në shtatzani tremorit parë të shtatzanisë. Tremori parë i shtatzanisë është mbreti i shtatzanisë. Dhe sot ka jo mjek ginekolog, po ka mjek të medicinës fetale. Dhe këta mjek merren vetëm tremorin e parë. Dhe këta bëjnë ekon morfologjike, këta bëjnë bit testin, alfa testin, ose mnipti që ka dalë tash. Është një sukses i madh. Tash me një injeksion të vogël merr gjakun dhe ajo të nxjerrë që ky fëmijë nuk ka Down, ky fëmijë nuk ka sindrom Duart të tjerë, dhe sepse ka dhe raste të tilla që familjet e kanë problem. Tash djali lind me kanalin e urinës më poshtë se duhet. Nuk e ka dhe kjo jo vetëm urina, po dhe sperma nuk është normale. Ose e ka të deformuar, ose ka probleme të tjera që dalin. Por ndërhyrja në kuptimin medikal është normal. Ka shpjegime dhe normal. kuptime si mjekësore, ashtu edhe fetare, estetike, seksuale, dikush bën të ndërhyrje për... Këto janë ndodhira që kanë ndodhur me shekuj, do me thënë. Unë di për shumë, unë jam përmetar. Dhe në përmet, ne kemi dhe kisha. Dhe në kanë thënë që në përpara s'kemi qenë shumë vite përpara, nuk kemi qenë musliman. Unë jam musliman, jam edhe bektashi, për shembull. Do të them që feja ka pasur influencat e veta, po në kuptimin mjekësor, unë them, të gjithë meshkujt duhet të kenë kujdes për organet e tyre genitale, të rinjt, adoleshentët, fëmijët, të urinojnë, të shplahen, të mbajnë higjienën e penisit, të ruajnë penisin. Penisi është organi esencial mashkullor që jep jetën, që krijon familjen, që pjellshmërinë, dhe ata që janë më të vjetër, dhe ata që janë si unë, ta mbajnë penisin të mos atrofizohet, të bëjnë ushtrime që penisi të jetojë si tërë organet, si mëlçia, si spretka, si zëmbra, si truri, si dhe. Pse penisi të bjerë, kush e heq këtë drejtë? Mirë, doktor, me që se përmendët këtë pjesën e tremujorit shtatzanave, këtë debati i
kohëve të fundit për përdorimin e paracetamolit gjatë shtatzanisë. Shumë e vërtet. Ju çfarë opinioni keni për këtë në eksperiencën tuaj? Ne kemi një parim. Në 3 muajin e parë të shtatzanisë, ne i ndalojmë të gjitha preparatet kimike që përdoren nga farmacia. Po. Dhe në mënyrë të veçantë, aspirina, paracetamoli janë të parat. Të parat që i qenë. Dhe ne kemi, dhe kjo nuk ka dalë sot. Po. Unë për shembull në klinikë ku punoj unë, ka një parantezë ku paracetamoli janë 8 preparate që s'duhen marrë, metformina s'duhet marrë. Paracetamoli s'duhet marrë. Aspirina s'duhet marrë. Për cilët faktorë të riskut nuk duhen marrë? Tani këto debatet e lidhin me autizmin, e lidhin me problemet? Autizmi është një problematik shumë serioze, një problematik sociale, një problematik pritdrore shumë e madhe, shumë e ndjeshme dhe shumë e dhimbshme, e cila natyrisht unë nuk mund të them në këtë studio që shkakun e ka paracetamoli. Absolutisht. Por një gjë ka që studimet po bën dhe por një gjë është që ne kemi një parim, 3 muaj i parë i shtatzanisë dhe deri në moshën, sepse ka një biologji, ka një fiziologji që të gjitha organogeneza, që quhet organogeneza, fillon, për shembull zemra bëhet 4 javë. Ose më mirë të them, origjina esenciale e embrionit formohet nga 3 membrana, ektoderma, mezoderma dhe endoderma. Këto 3 membrana që formohen brenda javës, 2 javë të para, ne do të japim gruas 3 muaj përpara acidin folik, ose metilfoliat. Metilfoliati 1, vitamina B12 2, vitamina B6 3, dhe sot ne kemi një që i quajmë metilfoliat pregnancy, Optibac pregnancy. Pra, këtu bëhet për shtatzarit e planifikuara, që të marrin të gjitha... Dhe ka një gjë. Unë e kam thënë dhe ndoshta kjo studio jote do t'jetë studio pilote, që të gjithë shqiptarët në këtë kom të shkëlqyer që kemi ne, të më dëgjojnë dhe të respektojnë që të tërë ata që kanë dëshirë të kenë një shtatzani, të tërë ata që kanë vendosur të kenë një shtatzani, do ju lutem shumë. Dhe unë, kur të mos jem unë, do ju lutem që të shkojnë të bëjnë një konsult për para se të mbeten shtatzane. Sepse çfarë ndodh aktualisht? Sa po gruas, vajzës së re, i ndalojnë periodat që në mëngjes e merr vrapin në farmaci për të bërë testin e urinës. Këtë vrap ajo ta kthej për këtë doktori. Sepse në farmaci ajo merr bishtin e asaj që ka rëndësi, ndërsa ka mjeku bën ekzaminimin kryesor që tregon dhe që quhet diagnostika imunologjike e shtatzanisë me beta. Pra, po thoni që të jenë të planifikuara, që të marrin ata acidin folik. Dhe kjo ka një gjë. Nëse çifti vjen dhe ky çift duhet të bëj ekzaminimin klinik, duhet të bëj spermogramën, duhet të bëj spermokulturën. Dhe nëse sperma, sepse sot ne kemi raste të mëdha që shtatzania humbet 1 javë, humbet 5 javë, humbet 7 javë, humbet mbasi dëgjohet me Doppler dhe ekografi që ka ritëm kardiak, dhe ti thua gruas, je shtatzane, mbas 2 javësh ndërpritet bara. Atëre, të gjitha këto, sa më afër dhe sa më të voglat jenë, kanë origjinë kromosomike, kanë një gjinë genetike, ose kanë një shkak tjetër, që është cilësia e vezës dhe cilësia e spermës. Ndaj të dy çifti duhet të bëjnë një kontroll paraprak, të disa të fuqishëm dhe këto të dy cilësi, qeliza mama dhe qeliza baba, vinë nga substanca toksike që ne kemi në mjedis dhe që quhet ksenoestrogen. Qartë. Tani kam disa pyetje të tjera për shëndetin hormonal dhe shëndetin seksual të grave pas të 50-ave. A është e tepërt, a është normale, ma thoni ju, që gratë në këtë mosh pas menopauzës ose në periudhën e menopauzës ndjen më pak të vlerësuara për sa i takon potencialit e tyre seksual? Ne jetojmë në një ditë ku një aspekt shumë i rëndësishëm i mjekësisë që duhet hy në ginekologji dhe që duhet jetë në çdo klinikë dhe në çdo spital një kabinet,
në çdo maternitet dhe në çdo klinik një kabinet që quhet menopauzë. Në Shqipëri është lënë bazdore. Dhe gruaja, sa për djeni të më dëgjojnë mua, jeta te gruaja fillon 50 vjeç. Ka qenë 40, doktor? Dhe gruaja. Ka qenë 40? 50 e dio. Ju thoni 50? 20 e re akoma. 20, shiko, ja ta themon. Ta themon. Edhe të meshkuj dhe për femrat. Mashkulli deri në 10 vjeç ka një rreth me një tel dhe ecën me vrap. 20 vjeç do ju falet të gjitha femrave që shefën tokë. 30 është me i gruan e vetë dhe me i kalema. 20 është në tavolin duke shkruar në punë. 50 është dryshe. Ka hypur në tavolin me frak me cilindër është forca motorike e burrit. Dhe 50 është presidenti. Të gjithë meshkujt, president i zgjedhej 50 vjeç. Deri në moshën 74 vjeç, as kërkush nuk ka të drejtë ta quaj plak. Plakja ose i moshuari fillon në bazë 74 vjeç. Gruaja 50 vjeç është në kulmin e jetës dhe sot gratë jetojnë deri në 90 vjeç. Dhe gratë sot, në këtë situatë që në fund, unë kam shumë paciente që kanë 10 vjetë që u ka ikur në periodat, nuk për do të marrëdhënie sepse kanë vezoret, kanë ndryshuar, kanë pushuar së funksionuari, nuk ka estradiol ose estrogen. Estrogeni është bilanci esencial që mban gruan. Pra janë dy hormon, janë dy aktorë. Njëri veshur me të kuqe, që është estrogeni, dhe me blu është progesteroni. Në menopauzë, që më pyetët juve, menopauzë do të thotë kur një grua për 12 muaj dhe një ditë nuk ka, atëherë hyn menopauzë. Perimenopauza është kur ka çrregullime cikli, afshet të nxehta dhe luhatet e estrogenëve janë, si u thash përpara, vetëm hormonet. Çfarë duhet të bëjë një grua në moshën 50 vjeçare që të jetë aktive seksualisht, gratë duhet kemë të gjë, që në momentin e parë, sepse sot në sajt të këtyre substancave endogene, toksike, që kanë hyrë në trupin e gruas, që imitojnë në mënyrë perfekte hormonet e vezores, dhe japin mbi peshë, japin dhimbje, japin stres, japin pagjumësi. Gjumi është prioritet jetës, pa gjumë s'ka jetë. Është ilaç. Dhe këto të gjitha duhet patjetër të vizitohen sepse ne kemi sot një gjë. Nuk kam perimenopauzë 45-55, por është 35. Fillon më herët perimenopauza. Dhe që në 35, bile ka gra që vishën bukur që në mes 30 e mosat bukur dhe aty e ndjenë që i fshinë në afshet ka filluar perimenopauza. Dhe kjo perimenopauza mund të zgjasi 3, 7, 10 vjetë, kështu që do t'jetë në kontrol. Për sa i përket menopauzës të plotë, menopauza e plotë duhet të trajtohet dhe duhet vizitohet në këto kabinete ku mund thash tjetër që ka ato shqetësime të veta. Dhe gruaja duhet ruaj aktivitetin jetik, aktivitetin metabolik, aktivitetin social, psikologjik, shëndetin mendor dhe aktivitetin seksual derisa të vetë 80 vjeç. Derisa të vetë 80 vjeç, sepse me kalimin e moshës pas të 50-ave shumë gra ndjen të padëshiruara, të panevojshme. Çfarë mesazhi ke për to? Dhe si të ruajnë të gratë në përgjithësi e kanë këtë, shumica e grave e kanë këtë sepse bien hormonet. Estrogeni ishte edhe progesteroni. Të gjitha gratë që kanë disbalancë hormonale kanë probleme të mbipeshës, kanë probleme të asaj që quajmë ne estrogen dominancë. Për shumë po jap një rast. Nëse një grua është menopauzë dhe është 5 deri në 10 kg tepër, pra ka një yndyrë viscerale, pjesë abdominale, atëherë ky yndyrë diamore është problemi i madh e dashur. Pse? Sepse këtu janë ca qelite që quhen adipocite dhe këto adipocite prodhojnë estrogen. Dhe ky estrogen është ai që duhet dhe ka një problematik, sepse ndryshon dhe ana tjetër më kryesore është që ky dhiam ka një problem shumë të madh me insulinën. Pra rritet atje ku ka dhiam, aty ka insulinë. Dhe insulina dhe të tërë njerëzit që janë me rezistencë insulinike kanë të dëmtuara fabrikat e vogla të qelizave tona që quhen mitokondria. Sot njeriu ka
në trupin e ti, brenda një qelizë, bakterje, molekula që quhen mitokondria. Ato japin shëndetin, japin metabolizmin, japin energjin. Dhe ku shkatroj të mitokondria, atëre fillon ajo që quhet insulina rezistenca dhe diabeti. Ose, ana tjetër, është pjesa kur gruaja ka një mangësi totale të estrogenit dhe gruaja ka një sindrom të veçantë, sepse ka dhe një gjë. Dëmshëm dhe kur është shumë i lartë dhe kur është shumë i ulët estrogeni. Ndryshon si që ndryshon fytyra e gruas. Dhe, si që ndryshon dhe gjurma e gishtit. Ka gra që janë krejt normale, i kanë gjerë mamaz vetë, ka gra që duhet të hidhen kakët i gjashtë. Ka gra që s'flet të natën. Ka gra. Ata tjetë duhet të shpjegoj është sindromi genit e urinar. A i ka djegje, tharje, dhimbje, vagina, nga një kanal i shëndetshëm, i plot, në formë e gërmësë. Shiko, po ta shikosh vaginën në pikturë, do të thotë, një perëndim dielli i bukur, një kodër, një thellim, një kodër, një thellim, një kodër, një thellim, i buzurzuar, kjo është vagina. Dhe këto kodra e thellim... Një mjek që ka kaq vite eksperiencë, mund ta shpjegoj kaq bukur, si ju. Dhe kjo vagin duhet mbajtur e lumtur. Dhe kjo vagin, këto gotrat zhduken, hollohen, dhe vagina bëhet si cipa i qepës, cipa që ka. Është e hollë, është e fatë, është e ngushtë, është e dhimbshme. Nuk lërën. Ka mekanizma ose mënyra që kam një rast nga Elbasani, shëndeti vaginal tjetë i shëndetshëm edhe në mosha më të mëdhaja? Faktikisht, vaginën e mbajt të shëndosh vetëm hormonet. Estrogen, progesteron. Historia që po të Dhe kam një paciente nga Elbasani, e cila më tha, doktor, e dis jam, më tha, unë jam si Sahara e Afrikës, nga thatësia. Dhe i tjetër më thot, dhe jo, si ka marruar do, më thot, doktor, e dis jam unë kur bëjmë ardhenje, si kur më ke futur gjame të thyra. Dhe kjo të rej. Tani, ne i trajtojmë me mjekime duke dhënë preparate bimore për të kompensuar problemin, po një nga problemet më esenciale është që gratë në këtë mosh duhet kenë një pesh 5 kg në gjatësinë e tyre. 5 kg, në pas të pëpëzjetave, po, 5 kg në gjatësi. Pra nëse një grua është 1,70... Zotje ka bërë njeriun që tjetë pesh gjatësi. Po të shkosh në Amerikë, për shumë, nuk fusi fare këtë doktorët. Qovin sa ke pesh gjatësin, të marrë me këtoj, pas të shkon atje. Kështu që pesha, sepse pesha dhe mbi pesha dhe obeziteti është smundje. Dhe hynë një grad tjetër që është sindrom metabolik. Dhe sindrom metabolik ka rezistencë insulinike, ka hipertensionin, ka hiperlipidemin, ka shqetësimet mendore, ka Alzheimerin, ka sëmundje të tjera të sistemit kardiovaskular, kështu që jeta, sëmurët dhe plakja vjen nga sëmundjet, dhe sëmundjet sjellin vdekjen. Kështu që unë grave ju kam thënë shumë, i kam ndihmuar në maksimum, dhe ju kam thënë, do të arrim që vagina të krijoj mundësinë që të bëni marrëdhëniet dhe pastaj preparatin e keni në shtëpi. Do bëni marrëdhënie se marrëdhëniet do t'japin një rifreskim të mureve të vaginës, do ushqen mirë me gjakë dhe do bëni marrëdhënie sa të jetë 80 vjeç. Ka ndodhur ndonjëherë që një grua mos ketë prituar kur kënaqësi seksuale në jetën e vet? Po ka. Pse ndodh kjo? Tash të mund të. Edhe këtë, e kjo pyetje e bukur shumë kjo. Tani duhet të dish të gjë. Në 50 ka studime që në 50% të rasteve gratë nuk ndjejnë gjë në një marrëdhënie intercross, në një marrëdhënie penetrim vaginal. Epiqendra ose atomi që e lulëzon gruan dhe që i jep ekstern është klitorisi. Por në klitorisi është çik më lart, dhe nuk takon me penisin dhe gruaja nuk ndjen gjë. Unë kam mërë gra që kanë thënë kështu. Ka i kujt? Doktor, më thuaj të lutem, se kam lindur 3 herë, por nuk e di se ç'është, nuk e di, por nuk e di. Dhe ka shumë. Nërsa, njëra ishe me çuditshme, më tha, bile dje par dje, më tha. Dhe jo, unë tha, burën e kam pas shumë të mirë, tha, po me thënë drejtë, tha, unë tha, vija shumë vonë në orgazm, dhe këtë e kam pas shumë të thënë. Po ama kur vinja, tha, që këtu dhe në fund, tha, më vinë të korenti komplet. Tani, kjo është një gjë. Ka një gjë, po e them unë, në praktik. Burrat, meshkujt, janë kërkus, janë shpesh të paftë. Dërsa gratë, orgazmën e kanë në të vonshme, dhe ka raste që orgazma nuk vjen. Tani, mashkulli duhet të jetë dirigent.
dhe duhet të studioj, duhet të menaxhoj dhe duhet të gjej violinën e vogël pse nuk punon. Qartë, po flasim për një brezë prindërve të moshave të thyera që edhe në rinin e tyre edhe tani në këtë mosh nuk arrin do të komunikojnë për këto tema, i quajnë ende tabuz, domos nga ana e grave. Janë të tërhequra, u vjen trup të diskutojnë, të flasin. Dhe unë po them këtë gjë që të më kuptojnë të gjithë. Nëse me tempin e parë, me postulatin e parë, që është mjekësi, nëse ne do kemi një ekuilibër hormonal të sistemit endokrin, ne kemi një sistem endokrin dhe kemi disa hormone. Kemi estrogenin, kemi progesteronin, kemi insulinën, kemi testosteronin. Mbeshkujt. Mba mosha 20-25 bje testosteronin dhe futen andropauz. Dhe ky testosteron nuk na duhet testosteroni që injektohet të gjak. Sepse ai që ndron gjak, ne në duam testosteronin që prodhon testi. Ky do t'jap ereksionin, ky do t'japi dëshirën seksuale. Sepse ka shumë njerëz sot të cilët kanë dëshirën, po nuk kanë mundësinë. Ndërsa gratë në përgjithësi, natyra e gruas edhe kur është në jetën aktive seksuale, nuk është kërkuese, ka që janë kërkuese. Dhe gratë kanë një diçka tjetër. Nëse në një marrëdhënie seksuale vjen orgazma dhe burri bën ejakulacion në spermës, dhe pastaj do 20 minuta gjumë, gruaja thot prit se du prap. Do prap. Ka dhe raste tilla. Siç është ajo rasti i thatë ju që nuk ndjen gjë fare, ka dhe raste që orgazmat janë më të gjata ose organet janë më të disa herë, 2-3 herë më të shpeshta. Ka raste tilla. Janë të ndryshme nga. Por ajo që dua të them është kjo, që në përgjithësi ka raste tilla që nuk arrin dot prandaj. Dhe unë do thosha që ndjenja ose marrëdhënie seksuale duhet fillojnë me një përgatitje psikologjike dhe gratë ka nevojë për një gjë. Patjetër duan një çerekore, sepse duhet kemi një efekt që është intimiteti, që është të futesh në trupin tim pa qira dhe ti të qëndrosh në një mënyrë të tillë që kur ke pranimi, ke adaptimi, ke gjë, të formohet sistemi, të lindin hormonet, të fillojë vazodilacion dhe të lubrifikohet vagina. Po, cilat janë përfitimet në një çift nga raportet seksuale dhe sa të shpeshta rekomandohen ato në një çift që të quhet normal dhe i lumtur edhe me të gjitha këto benefite? Seksi është biologji. Seksi duhet të jetë vital, duhet të jetë i shëndetshëm, duhet të jetë i sigurt. Nuk duhet të ketë infeksione. Se kemi shumë raste me infeksione, me shëriakoli, me këto, me uroplazma, ekoplazma, të tjera. Vëlëri pastaj masdore, këto seksualitet të transmetueshme që është shumë të rrezikshme. Po seksi ka 20 të mira. Seksi të jep vitalitet, të jep energji, ul tensionin, të rregullon gjumin, heq stresin, ul dyrnat, është sidomos ai stres klasik që unë e quaj vallja e seksit, edhe ai është gjë. Por seksi ka një gjë, duhet të akomodohet, duhet të jetë i plot, duhet të ketë një harmonia është kryesorja, dhe e dyta, mashkulli duhet të jetë në përgjithësi një çik atraumatik dhe i durueshëm pak. Këto studimet që dalin për shembull për çiftet që kryejnë X marrëdhënie në brenda një jave, i ke ndjekur në kuptimin ka ndonjë numër të përcaktuar që ta bëjë një çift më të lumtur, për sa thuash një studim që çiftet që kryejnë marrëdhënie seksuale një herë në javë janë më të lumtur se çiftet që kryejnë marrëdhënie seksuale çdo ditë apo një herë 3 herë në javë. Tani kjo se si është dëshira, natyrisht është mirë kuptimi, sepse unë kam thënë një herë, kam thënë para sa kohësh këtë që me burrat shqiptarë dhe pas që kujdes, se po erdhi ai për të bëjë marrëdhënie dhe i thua ti shiko nuk kam mundësi se më dhëm pa koka, gje kokën e belas, po. Problemi është që marrëdhëniet natyrisht 2-3 herë në javë në meshkujt e rinj që martohen nuk është patologjike. Por marrëdhëniet kanë idenë që edhe në moshat 30-40 është periudha e riprodhimit. Periudha e riprodhimit është afër marrëdhënieve seksuale dhe energjia dhe jeta e njeriut është në kulmin e vet në periudhën aktive të riprodhimit. Se ka momente që sa riprodhimi
bjen aftësit, bjen hormonet, ashtu si kemi thënë, dhe bje dhe aftësia. Madej ka kafsh, nuk e di me siguri, që sa mbarojnë riprodhimin e vdesin, ndërsa njerëzit jetojnë dhe vjeç. Por, epiqendra e të gjithë janë hormonet dhe mbi këtë duat të është vetëm dieta. Kontakti, një shëndet i mirë, do të thotë një ekuilibri mirë, një dietë e shëndetshme dhe ju lutem shumë larg sheqerit. Larg fast foodave, pizzave, makaronave, orizit, qumshtit, djathit, vetëm kosim. S'kini parasysh, makaronat, orizi, byreku, bollguri, tërshëra, janë të përpunuara. Iku. Ushqimet e paketuara, ushqimet e shpeta, ushqimet e përpunuara, janë ushqimet e restoranteve, janë të përpunuara me salca, me pikate, me gjëra. Sheqerna. 3 gjëra duhet. Duhet veza shkresorja, peshku është i dyti, mishi, nga mishi këmbë të viçit, bishti viçit, të shumë mirë ka kolagen, dhe pastaj, fasulet primare, fasule e zezë, fasule e kuqe, sidomos, është dhe kundra infarktit miokardit. Fasulet, thjerëzat, qiqrat, bishtajat, spinaqi, speciecish, brokoli, suprat me karota, janë të shkëlqyera. Dhe të eliminohet kafja me sheqer. Njerëzit mos pinë shumë kafe, dhe unë dua një gjë, të gjithë njerëzit që duan shëndetin, në orën 10 mundësisht të shkojnë në krevat. Elektronikën talja në guzhinë, sepse gjumi është prioriteti. Nuk ka kuptim. 3 gjëra do njeriu. Do oreksin, do gjumin, dhe daljen jashtë 2-3 herë në 24 orë. Nëse një grua 50 vjeç, ose një mashkull, nuk del jashtë brenda 24 orëve, po tjetrën, të gjitha helmet që duhet dalje dhe të pastrohet shtëpia i ka në mëlçin e zezë. Dhe ato japin atë që quajmë ne disbioz. Nëse pema rrënjët i ka në tokë, njeriu i ka rrënjët në zorën e trash. Njeriu ka 2 tru. Ky është sistemi i parë dhe ka një nerv që quhet nervi vagus dhe shpeshherë serotonina, dopamina janë ato që të çojnë ke Coca-Cola, të pjetë sheqerosura, të japin atë kënaqësinë në momentin. Dhe ato mikrobet atje thonë, po këta ha, dhe i ndyra viscerale. Të gjithë meshkujt që kanë një ndyrë viscerale dhe gjoks të madh, kanë adipocide, kanë hormone femrore. Qartë. Doktor, shumë faleminderit për të gjitha këshillat që dham sot. Shumë faleminderit dhe për jush. Kënaqësi të flisnim edhe për tema të cilat konsiderohen ende tabu dhe të sikletshme për familjet dhe për gratë që na ndjekin, por janë të domosdoshme për t'ju shpjeguar thjeshtësisht për të qenë sa më të shëndetshëm në unë do të them medikamenti esencial në gratë që janë me menopauzë, të vazhdojnë sa të të mundur biologjinë e marrëdhënieve seksuale. Ju falenderoj shumë, doktor, për gjithë shka që shpjeguam dhe dhemë sot. Edhe unë juve ju falenderoj dhe ju përshëndes edhe them që kemi dhënë diçka pozitive do më dhënë lidhur me këto problemet të përditshme që ndeshen. Me siguri po. Ne do të shkëputemi tani për publicitet, do të ndjekim më pas një material të xhiruar jashtë, ku kemi transformuar zonjën Silvana Bastri, nga një imazh i përditshmërisë së saj, një imazh më të kuruar, dhe këtë kemi bërë në sallonin e Olti Shullës. Ndiqeni pas publicitetit.